Artist, miqe, familjar janë mbledhur për të pirë një kafe me Skënder Drinin, edhe pse jo fizikisht. Një prej prozatorëve më të mirë shqiptar ishte i pranishëm me shpirtin e tij, mes atyre pak njerëzve që ditën ta respektojnë deri ditën e fundit të jetës. Ky takim i veçantë organizua nga Lidhja e Shkrimtarëve të Shkodrës. E kujtoni tregimin e tij që mori dhe titullin e librit të tij të fundit, Testamenti. Diku në fund, ai ju drejtohet miqve dhe shokve, mos me lini të vdesh. Skënder Drini e ka nënshkruar pavdeksinë e tij me korpusin e veprave të mëdha që ka krijuar dhe që do të mbeten për jetë në fondin e letërsisë shqiptare. Për miqtë e tij e shumë lexues, Skënder Drini mbetet një frymëzim. Ne këtu nuk kemi protokoll si që kemi bërë në rastet tjera, ne jemi mbledhur për të pirë një kafe me Skënder Drinin, duke konsideruar Skënder Drinin të gjallë ashtu si që pinim dikur kafe me te. Një kafe të tillë e kanë pirë edhe në Prishtinë, në kujtim të kësaj figure të madhe kombëtare, sepse edhe Kosovës ai kushtoi një vend të rëndësishëm në krijimtarinë e tij, i përjetshëm qoftë kujtimi dhe vepra e tij. Në këtë takim, veç shkrimtari nuk kishte si të mungonte. Unë jam rritur në një ambient intelektual, e mos ishte një mendje enciklopedike, por unë ai kam fituar më dhe vetëm figurë dhe avullimin do të thosha të kulturës në Tojza, sepse takzimin e vërtet artistik unë e kam marrë nga gjyshe ime, një gru jashtëzakonshme. Në vetminë e tij shkrimtari Skënder Drini, pas një sër vepras që la pas, u nda nga jeta mëngjesin e 16 vjetorit